Punojna kështu në pastrime, i mirëmbajna banesat, ndërtesat. Jo, atje kom ble një banesë para 5 vjetë. Unë e kom ble të amër për shembull 400.000 parafësisht e kom marrë. 400.000. Me pare kesh krejta? Jo, për çfarë kesh. Se dikush si ka ble, dikush 400.000, 500.000 euro banesë kesh. Se nuk ble kesh, po çka më i arzit 400.000 euro kesh. 100.000 euro investoj, 300 milion ishti tjetër kone edhe e marra pet kredit. Tonë dikun jashtë këtu? Po jashtë të, Cilin vend? në Gjermani. Në Gjermani. Që kem Gjermanin? Mirë. Jo qas, po mirë. Që ka qenë përpara Gjermania? Se di përpara një merivet, som gjende sa që mirë. Sështë, ka sështë mirë gjendja të sështë? Po ekonomia nuk është qas që duhet. Ekonomia? Ti atje që sa vite tha punon? Po në faktikisht jam rrit atje me 9 vjetë më shu në luftë që në danë. Po edhe e kom kry shkollën, zanatën, e kom firmën tem. Firmën tonë, çfarë firme ki? Punojna kështu në pastrime, i mirëmbajna banesat, ndërtesat, se sen. Po si vjetë është pak ma lekë, po vrehet. Sa punëtori kini? Mbarët është prej sezonëve që dhe më 15 jetë. Mbarët. Punëtori kini shqiptar, shumicën? Jo, ka të lifarë. Lifarë? Po. Shqiptar kena, shqiptare ma shumë se në pastrim Femra ka ma shumë të, po sezonali është. Po në verës dhe më 15-20 mbarët kretë. Një pastrusi, sa paguhet të ju nësë mujme ditë? Po tash është me lezje rregullun. është ora si vjetë pejtë parit 2025 në bo 14.25. Ere. Me ore kini? Me orë, po. Dikun një rogë e mirë për vjetë ka? Po tash në varet sa orë banë, se në shumicën e punëtorëve nuk i kam, dhe me thonë, komplet me orar plot. Shumica e nga atë martune ose kanë fëmi, e ka një orar ma të shkurt, po 14.25 sa të orë t'i banë qatë që merë pare. Ti shef, koke? Po shef... Si mi dalën shef a jena? Unë si thonë vete shef korpës, tash, po, që ashtë të për vjen diçka. A je shef i vështirë? Jo, nuk jam i shtira, që e zakonisht mirë, me punëtor, mirë është. Që punëtorë në era i thë, se si kene bo këto kështu? Po tash... Meriton pa ndryshe? Pa tjetër, tash do të me... Po nësë menaj që nësë si bërtas është kështë, po ma mirë jasë qaraj, ose e qes dikon që mundet mja kalzu pak ma mirë punën, se tash nuk është gjithë faj i punëtorit, tash do të mikëshyrë edhe nëse dikush nuk e mbikëshyrë mirë edhe ja kalzën punën mirë, aja s'ka gabim, aja qysh mundet vete e bënë. Kështu që mundu mi përmisu tani. A respektor një punëtor ma shumë jashtë se këtu? Tash unë nuk e di që në kushtet të tëve, që unë kam edhe shumë familjarë kësajt në Kosovë, me të kalzu drejt, djemë të miqës të mi zëllarë krejt kanë firma, edhe me sa shone, edhe këto e në kushtet ka gjatë mira. Kështu që... Po, tash, lizi është atje pak ma i shtrangum, drejtat e punëtorëve sene, atje për shumë së mundesh me si të punëtorin kur tu teke ty. Po, e këto mundesh. E që kjo nashtë është pak dallimi. Ose kur do me pi kafe këtu me dalë, një punëtor? Po, se kuptohet. Një punëtor për shembull e ka shlirë kur do në delë pin kafe këtu? Atje s'mundet? Jo, se atje ka orarin e punës, po atje ka drejt me pi kafe. Po, ma me respektu, po tham, orarin e punës. Po, orarin e punës do të me respektu, normal, po edhe këto e respektojnë ma mërmenja mu. Se në isha, ata që shpunojnë, për shembull, punojnë gatë, e vërtet, po kushtet që i kanë këtu, do kushte atje nuk janë, për shembull. Këtu për shembull s'janë? Këtu për shembull unë e di si ai qet krejt punëtorëve bukën, mëngjesin, darkën, atje nuk ka, ti do të më marr bukën me veti, patjetër aty edhe nuk mundesh në për restoranta me hangër bukë, se atje një herë më shku në restorant ku janë 30 euro. E 30 euro ku me dita i fiton ti nditja ju. E këtu me 2-3 euro han bukën, edhe ta pagun shefi. Është përparësi shumë e madhe me na jone. Apo në luks hiç? Unë? Po tash më varet që sheshe njëri luksën, vishënë s'ma më nërmene që bëj luks, jo. Shumë kera në sene pushim? Ja, në kera s'jem falë lakmi hes. Edhe pse kam kera, po s'jem e kera unë. Po kështu në pushime shkojna, po e vërtet, po... Jo, dikon special. Që ka argjon ma shumë? Po më të kalzu drejt, vëllaj, vetë se di ka e gjej.
Veç kena qarkullim të madh, kushtojnë sanat, nafti ato këtu sane janë shumë shtrajt. Kështu që s'ti qa më thonë. Investimin më të madh që ku ki bon, Kosova pa atje. Jo, atje kom bler një banesë para 5 vjetë. Është jetë me ble një banesë atje. Po nuk është edhe lehtë, po është e mujshme. Nëse për shembull partner dyt punojnë, i kanë një rrugë mesatare, mundet mi ble edhe një banesë, një shtëpi, edhe pse çmimet i ngrit kogja fort, po në atë ku kom pas fat, edhe nuk kam mundsu. Sa kushton për shembull një banesë atje me ble? Po unë kom ble tamam për shembull 400.000 parafisisht e kom marrë. 400.000. Me pare kesh krejt, ha? Jo, për çfarë kesh. Kesh, jo, s'ka kërkosh, unë se në gjë kërkon, veç do biznesmen atë mlaj që blin kesh banesa, në Gjermani jo. Edhe ai që ka para i merr kredit edhe e pagun me kredit. Jo, nëse kom marrë kesh, jo. Po qeni sinqert, po kallzon se me kesh jo, se shumica thënë me kesh. Ja, me kesh 400.000 euro. Por janë. Unë se di kush si ka ble, dikush 400.000, 500.000 euro banesë kesh. Unë se di, unë që aty jam rrite, i nxë krejte, shumica konsultojnë edhe me mua se unë jam nashta pak më atje i rritun e i di do sana nashta pak më mirë. Unë se një kërkon që ka ble kesh banesë 400.000 ose 500.000. S'ma marrë mend, ata s'ka, qa s'ka. Edhe i uroj, inshallah kanë me ble, po s'ma marrë mend. S'janë vërteta ato, a? Çka i thonë këta që kesh? Po mundet me konë, unë s'po them që s'mundet me konë vërtet, se mundet me konë vërtet, nëse dikush krejt jetën për shembull i ka qu 30 vjet në Gjermani me fëmijë, ju kanë rrit, kanë bo pare, është e mëshme që ka mundësi me ble. Po qëtash për momentin, unë për shembull edhe me pas 400.000 s'ble banesë. Pse? Se nuk ble kesh, po çka me arrit 400.000 euro kesh. 100.000 euro investoj, 300 milion ishti tjetër kone edhe e marra pet kredit. Se është qashtu menoj jone. Tash, do për shembull ti ju vetë përsheni që shoh inflacioni këto sane, paret që e kanë para 10 vjetë 400.000, janë kanë vleshme sa 1 milion, tash janë 400.000 si zvlena sa 200.000. Kështu që kreditet janë të mira. Mira, da. Më pëlqen shumë i sinqert. Me ble një banesë gati gjysmë milioni që ke ble ti, ko gja dikush je? Jo, nuk jam kërkushi, po unë shumë herët ku menu për një të ardhme, edhe më të kazu drejt, unë e kom kry shkollën si master jam në industri, e kom pas rrugën ko gjatë mirë, edhe kur si të kish rrugën e mirë, çdo bank t'jep gjithçka. Është realitet ajo. Edhe për shka me se qirajet atje ku jetoj unë në qatë vend, na jene ko që vend turistik, qiraje nërë 1.000 euro me 2 dhuma s'ki. E unë kreditin e paguj nashta 1.000 euro krejt. E kam qira nesër me jamare e marrë 1.600 euro, 1.700. Kështu që për mu ja ka vletë, se unë ja kom qitë matematikin edhe mu ka dalë ma mirë. Edhe jam shumë i lumtur që kom bërë atë punë. Rështë investimi tjetër, a ki plan diçka me investor? Po, kom pas qef me marrë një banesë, qëto afër Prishtinës. Si krejt edhe në Kosovë me marrë? Po, shpinë e kena këzat madhe, këtu në Katon, në Klin, po fëmijët tash po kanë qef ku ka aktivitete. Edhe atje në Klin s'ka aktivitete, as Katon s'ka aktivitete, unë e shoh ditë për ditë na bjen për shembull me orë këtu në fushë Kosovës, në Klinës, këtu në Prishtinë, se kanë qef lojna kur të vinë 2 javë ditë. Po çka me orë ditë për ditë 1 orë e gjysmë deri këtu, kështu që e kam qëtu një banesë, nashta shfrytëzoj. Qyr. Kështu atë ka shku na herë menja për hiri mu këtë në Kosovë me jetu. Po, më ka shumë menja, e vërtet, se na jena të lidhën ko fort me Kosovën. Na vina, zakonisht si familje, vina na herë 5-6 vjet. Edhe më ka shku menja, e vërtet, po për momentin s'ma marrë menja se... Jo, po o problemit të fëmija, se unë e pisha tash na folëm shqip më shpe, me fëmijë. Edhe tash e ka nisë qerdhes, shkollës, edhe jenë adaptu shumë shpejt, e kanë mësu gjuhën, tash me orë këtu, me janë nisë shkollës këtu, apet me janë ndërprej, apet me shku atje nëse se jetë, son fjalla, është problem. Se unë e vetë e di, unë me 9 vjetë jem shku në Gjermani nese, edhe na ka do krejt të botë. Shoqëninë e kena pas këtu, familjen e kena pas këtu krejt, edhe nuk u kanë lehtë për neve.
E tash unë paramenoj çish mundet me kon për fëmijët e mi. Po me dëshirë kisha pas, dëshirë stranj, ama kushtet nuk janë, jo kushtet se unë mu ma mërmene ku të shkoj, unë kisha mujt me punu, ose kisha mujt diçka me bo ma të madhe. Po problemi është që nuk ka strukturë, nuk ka, unë isha shkollë, këtu i kam krejt familjartë, në 3-ën, 4-ën klasë, halas dinas me shku as me lezu, e kjo është shumë e dhimbshme për mu, menoj unë. Se fëmija ka nevojë se ka të lifar fëmija, tash ka fëmijë që ja rrok për me njëherë, po ka fëmijë që do të minajt gati. Edhe prind, po edhe arsimtarët ose shkolla e këtu për momentin menoj që s'është Nivel dur? nivel dur, jo. Se besoj tash. Ndoshta se kam mirë, po kështu menoj. Në fund, mesazhi yt për gjithë ata që jetojnë diasporë. Çfarë kishe thënë? Po mos e përzini fort në Kosovë, kisheni punë të juve. Këta kanë jetën e vetë, jo keni të juven, ngrani ju punës, këta të vetën edhe ditën e mirë. Është përshëndet shumë. Respekte që dorën. Shumë faleminderit, respekte.